Niste për atë fjali e cila ishte në fuqi që 10 vjetë, që një dekad. Edhe unë nuk e dija është bërë në Kosova jo, por që ka egzistu si fjali në udhëzimin administrativ ka qenë, dhe unë jam goxha e bindur derisa është ngrit në shumë ndoshta nga gazetarë dhe nga njerëz tjerë, një pjesë të deputetëve që kanë kundërshtu atë në atë ligj, as nuk kanë qenë në dieni që ai nën ka qenë në fuqi në udhëzimin administrativ, mbi të cilën përmes të cilës ishte rregulluar kjo fushë. Ne kemi pas mbi 300 udhëzime administrative të cilat u fuqizu para 2 viteve për shkak se s'kan pas bazë ligjore. Po. Pra, udhëzimi administrativ ka qenë maj fuqishëm se sa ligji, sepse s'ka pas bazë ligjore. Ne kemi disa nana, tash 5-6-7 su kujtohet. Disa gjana e rregulluar një herë në fillim me rregullore të mikut, pastaj po tash veç ka kaluar ajo periudhë. Por kemi na disa gra që kur kemi biseduar me to, ato janë tash nana, kanë fëmijë, mirë pas njerëz kanë qenë të martuara dhe gjatë bisedës shpesh kanë thonë, po pishon këto dhunë familje, pishon këto ndarje, bile s'po kemi problem me babarë dhe burrën, veç po kujdesmi për fëmijën tonë. E si kanë bërë fëmijët ato? Jashtë. Jashtë. Po, jashtë vendit. Tash kjo është ironia, do me thonë, brenda e ndalojmë, nuk e rregullojmë me ligj, po profa thotë në Qipro mund është me të gjitha. Teknikja jotë, regjistrimi i fëmijës për shkak se ligji për regjistrim e lejon, sepse mund ndodh që është një gru shtatzon, por nuk e din me kanë ka fëmijën. Ka mund të qenë dhunuar dhe nuk mund ta imagjinoj një prind, bab, në certifikat dhe obligim ligjor është të regjistrohet secili fëmijë në emrin të nanës. Pastaj nëse pranohet atësia prej një babe, do t'i vendoset edhe emri i prindit bab. Por në ryshe, fëmiju, çdo herë do të regjistrohet me emrin nanë gjithsesi, sepse nana... A nuk pyeten ka e ke marrë fëmin? Jo, nuk pyeten, sepse mund të jetë... Me liqë, ta shqaroj, mund e veç po bëj pyetjen, po vërtet është që... Nuk ka të drejtë të pyet, sepse në zyrën e ofiçarisë e deklaron. Ka bab mirë, nuk ka bab vazhdon, edhe mund të jetoj ai fëmijë. Sado që mund të jetë, do është ai bullizuar në shoqëri, kur e shën shkollën, certifikat që figuron vetëm emri i prindit bab, mirë po ajo është prindit nanë, atëherë po kjo është realiteti, sepse figuron vetëm, ose ka mund të vdes, dhe nuk ka desh nana që ta vendos fare, gjashtë Taxhanis ka vdek burrë, dhe nuk ka desh ta vendos fare emrin e babës, për shkak se ligji e lejon që pastaj një nanë e cila ka një fëmijë, mund të martohet dhe fëmijën e vet ta adoptojë tek bashkëshorti i ri. Me bashkëshortin e ri të cilën realizon martesë. Po s'është bërë ky ligj për IVF-in. Mirë, po për shërbime sociale është shpëtim. Ekziston për raste tjera. Ja, IVF-i për shërbime sociale është shpëtim. Atë shumë kemi pas raste, atë shumë kërkesa, dhe ta shumë qifte kanë mundësi që të bëhen prind, përmes metodave tjera dhe për neve është shumë ma lirë. E posa që reshtash mos i bëhet në qëkukë, nëse veç bëhet, atër dhe bara financiare. Unë nuk më besu në fillim, po folja dhe para 10 viteve, kur kanë arë qifte ka thonë, po deri shtash 150.000, 200.000 kemi shpenzu në Turqi, në Gjermani, në Macedoni, në vendet ndryshme. Kanë qenë shifrat të cilat ata kanë deklaruar se kanë qenë disa herë, s'kan pas sukses dhe tek në fund të kanë bind vetën që të vinë në qendër për punë sociale të kërkojnë. Jo ka dhe qifte që kanë hekdor dikur, edhe janë... Po edhe qifte që ndohen, fatkeqësisht ndohen për shkak se nuk ka fëmijë, edhe këto janë fatkeqësi, për shkak kur shohim që një çifte dojnë njëri tjetrin, mirë po në mungesë të një fëmijët, në mungesë të trashëgimtarëve atëherë vendosen që të shkurozohen mes vetë dhe të krijojnë një martesë tjetër. Dhe shumë herë ka ndodhur dhe ka fajsuar që gruaja ka problem, mirë po kur ju martu me të tjerët, pikërisht gruaja ka pas